Kjo bime tash aktualisht si që shikoni, është që është e tharë, e nxirë, është e djegur, edhe fruti që ka është kazeraku. Kështu që kjo është e pamundur të bëhet si frut. Si perime që është e pamundur, nuk është për treg, absolutisht që jo. Është do gjë e djegur, si që shikojmë. Tash bima asgjë, shpresojmë që mund të bëheshin, por nuk bëhet, se është gjë e ngrirë, është e ngrirë akoma. Është e ngrirë akoma. Urdhroni. Kjo ishte gati në fillimet, tu shpresosh për 15 ditë, 20 ditë. Gati në pjekje. Është gati në pjekje, dhe si që shikoni, ka marrë këtë ngjyrën këtu që ka zera akull dhe tash fillon edhe është zbutur, e kështu që është. Shpresoni për ndonjë ndihmë? Sigurisht që po. Pra sa tjetë mundësia, nuk pretendojmë 100%. Për aktë një farë të shpeze që të kemi mundësi të punojmë. Këtë shpresoj asgjë tjetër, vetëm një ndihmë sa tjetë e mundur, çfarë do lloj ndihme e mirëpresim sido që tjetë. Kështu që të investojmë. Të investojmë. Kështu këtë duam, zuma asgjë tjetër. Limonët gjithë. Asnjë gjë tjetër. Ato kam mjellë të shtëpia, ata janë dëmtuar gjithë. Asnjë gjë tjetër. Ata plot me kokë vjen gjinata tani si të vjen ata. Unë shisi gjithmonë në fund janar në fillim të shkullit ato kokra të limonit edhe tani ato. Dy kërposë të bëjnë ato. Si merr njëri ato? Njëri nuk i merr më ato. Edhe dush të shesin treg nuk bën për treg ato. Ju kishit mundësi që t'i mbronit? Të gjena ftohti qetë në atë, dim gjena të natë, që ti mroshim ata, ku vetëm mjesën ata që për brum. Mas ti që thumë në vëzë, nuk e di që thumë. Që ti bësh me këta janë gjërat e fatkeqësitë në atë. Sa zgjatë ngricat në këtë zonë? Djelë që parë mamë, 24 orë i beri tufan, për 24 orë. S'ke që bërë më tani. Po t'kisha ranë shi, kështu isha akoma më keqe, dhe isha tharë komplet ato. Po shi nuk ra që ajo që shu, tani... S'ke që jep më në Zotit më në. Zotit jep, Zotit merë. Përgatitur për këtë ngritës? Një farë mënyrë kishim ditë që programonin sa më mundur për ta mbrojtur. Po ishte pa mundur. Kemi vënë ato tavane, lartë, anësoret. Munduam por ishte pa mundur. Kështu që dëm e kemi. Mos të them më shumë se 50% të serave janë të dëmtura. Dhe nuk kemi shpresë, sepse nuk është vetëm tani dëmtimi. Mendojmë që dëmtimi do jetë akoma se që është goditur bima, kanë këto duhen parë në ditët në vijim duke shikuar si do reagojnë, do mbaj ai që ka ngelur pjesa tjetër apo jo. Por aktualisht tani për momentin aktualisht është mbi 60% e serave është dëmtuar plotësisht. Prodhimi ishte gati për treg? Prodhimi ishte gati për treg, kjo pjesa këtu flasim për një 20 ditë. Pastaj në serët e tjera ishim duke punuar, duke vjelur. Dhe ke serët e tjera demi është një pjesë e një sere që është e tëre e djegur, nuk ka mundësi. Dhe i frut që ka tash mund t'je dhe për treg, por nuk duam që ai lloj fruti të përzihet në treg sepse nuk është ndeshme, Nuk ishit mundësi ta bënit serë me ngrohje për ta mbrojtur nga ngricat? Mundësit nuk janë. Mundësi është gjithmonë që duke punuar dal nga dal, duke nisur një investim, duke investuar sepse mundësit këto e kemi, këto janë mundësit, nuk kemi mundësit të tjera. Sa është dëmi shkaktuar, sa jo për llogaritet? Me çmimin aktualisht janë me çmimet me atë që është prishur dhe për llogarisim rreth 15 milion lekë. Sa sipërfaqe ke? Për një dy lyme pak sera flas. Pastaj janë serat e tjera, flas për këtë që është shumë e dëmtuar. Se kjo sera këtu, si shikoni tani për moment, kjo pjesa këtej është kapur më pak dhe shpresojmë që të mbulojmë në shpenzim të vogël. Po pjesa tjetër e serës është aty ku ne mendoshim ishte fitimi jon, është gjithë e djegur. Dhe gjithë serat
Ngrica çfarë dëmesh ka bërë dhe çfarë kulturash janë dëmtuar? Shumë na ka bërë dame, sidomos në perime, domatë, kulturën domatës, Kastravecit, ka bërë dame shumë. Sikur ke fut në valet. Vini ta shikoni, do thoni që Begjimen është prishur. Po së tu, hajde dalim te ne shohim nga poshtë. Nuk mundet ta mbronit me duke dëfishur plasmasin? Me zjarre, me gjitha kemi bërë, aty ka vala, e ka përcëlluar. Kur ishte gati për treg? Kjo tani sa ka filluja. Në kokër të rrallë, kjo ka fillu të piqet. Kjo. Dërsa tjetër atje, është dukur komplet. Sëra tjera. Po. Po,